Harrojini farmacit. Një lugë mjalt esëll trajton këto probleme shëndetësore. Mjalti është i pasur gjithashtu edhe me antioksidant të shkëlqyer, që do të thotë se konsumi i rregullt i tij do të pastrojë trupin nga toksina të ndryshme. Përveç kësaj, edhe vetit antibakteriale të tij do të përmirësojnë ndjeshëm gjendjen tuaj të lëkurës. Nëse jeni duke u kujdesur për peshën tuaj, mjekët rekomandojnë të mos konsumoni ëmbëlsira me bazë sheqeri. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por nuk ndalojnë konsumin e mjaltit. Kjo për shkak se sheqeri i pranishëm te mjalti ka një përbërje që ndryshe nga ajo që gjendet te ëmbëlsirat e tjera. Mjalti nxit metabolizmin, gjithashtu ai është thelbësor edhe për humbjen e kilogramëve të tepërt. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni mjaltin vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Shtimi i mjaltit në dietën tuaj do të jetë një mundësi shumë e mirë në uljen e niveleve të kolesterolit. Përbërësit dhe vitaminat e tij do të kontribuojnë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Konsumi i përditshëm i mjaltit sigurisht që do të jetë një mundësi shumë e mirë edhe në antioksidantët e tij ushqyes, duke luftuar një sër komplikacionesh dhe duke sjellë gjithashtu një nxitje më të madhe të organizmit tuaj. Ekspertët tregojnë se antioksidantët e mjaltit mundet që të parandalojnë ngushtimin e arterieve, ngushtim që mund të çojë në dështim të zemrës dhe humbje të kujtesës ose dhimbje të kokës. Mjafton të pini një gotë me ujë dhe disa lugë mjalt për ta ndaluar këtë. Mjalti është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese, e cila mund të përfitojë shumë organizmi juaj në aspektet e tij shëndetësore. Ndaj edhe konsumi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e shëndetit dhe evitimin e komplikacioneve. Mjalti mund të përmirësojë gjithashtu edhe kujtesën tuaj. Studimet të ndryshme kanë treguar se mjalti është një zgjidhje shumë e mirë për të luftuar stresin, për të rivendosur kështu sistemin qelizor mbrojtës, antioksidantët si dhe rezultate të mira për shëndetin tuaj të kujtesës. Përveç kësaj, kalciumi tek mjalti përthithet lehtësisht nga truri, gjë që mund të ndikojë edhe në favore tuaja të shëndetit tuaj, duke i siguruar atij një mbrojtje më të mirë dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë edhe cilësinë tuaj të gjumit. Sheqeri që përmban mjalti do të rrisë nivelin e insulinës në gjak, e cila mund të çlirojë gjithashtu edhe serotoninën. Serotonina mund të shndrohet edhe në melatonin, një hormon i cili është cilësor për cilësinë tuaj të gjumit dhe evitimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi pozitive edhe për sistemin tuaj tretës, duke mbajtur larg komplikacionet dhe duke sjellë gjithashtu një efekt më të mirë për shëndetin tuaj në tërësi. Mjalti është një antioksidant i fortë, prandaj rekomandohet që të konsumohet në vazhdimsi të dietave tuaja ditore. Kështu, përfshirja e tij në vaktet tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj, sidomos edhe në komplikacionet që lidhen me imunitetin e dobët. Ekspertët tregojnë se përfshirja e mjaltit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët tregojnë se mjalti mund të përshpejtojë relaksin. Mjalti mund të ndihmojë në reduktimin e stresit, gjithashtu edhe zbutjen e lodhjes. Glukoza që përmban mjalti në përgjithësi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të mbajtur edhe nivelet e neuroneve në punën e tyre. Përthithja e shpejtë e sheqerit në gjak mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë që mjalti do t'i japë në organizmin tuaj. Ndaj konsumojeni atë me moderim dhe në përditshmërinë tuaj. Mjalti mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nisur ditën në mënyrën e duhur. Mjalti konsiderohet prej kohësh si një nga produktet më të mira natyrale, mund të përdoret në ushqim dhe mjekësi popullore.
Sipas ekspertëve të ushqyerjes, konsumi i mjaltit në mënyrë të moderuar mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e energjinë të trupit, gjithashtu në tretje dhe mirëqenien e përgjithshme, sidomos kur ai përdoret si një alternativë e çmuar ndaj sheqerit të rafinuar. Specialistët thonë se ndryshimet e para do të vërehen që në javën e parë të përdorimit të rregullt të mjaltit. Një lugë çaji mjalt në mëngjes furnizon organizmin me glukozë dhe furnizon me fruktozë natyrale, të cilat përthithen natyrisht në organizmin tuaj. Kjo ndihmon gjithashtu në ruajtjen e energjisë për më gjatë, duke shmangur kështu edhe luhatjet e mëtejshme, të cilat shpesh shoqërohen me lodhje dhe me uri të madhe gjatë ditës. Disa persona raportojnë gjithashtu se përdorimet e rregullta të mjaltit në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për nxitjen e organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përfshireni mjaltin në vaktet tuaja të rregullta dhe ndikimet e tij në organizëm do të jenë një mundësi e çmuar për shëndetin tuaj në tërësi. Mjalti përmban edhe oligosaharide, substanca që veprojnë si probiotik dhe ushqejnë bakteriet e dobishme të shëndetit tuaj të zorrve. Prandaj, ai mund të ndihmojë në tretjen më të rregullt, më pak probleme abdominale dhe gjithashtu edhe një funksion më të mirë të florës tuaj intestinale. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore është mundësia më e mirë për shëndetin tuaj. Prandaj, konsumi i tij në mënyrë të rregullt mund të jetë një alternativë e çmuar për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mjalti ndihmon edhe për të qetësuar dhimbjet tuaja të fytit. Një lugë mjalti shtuar çdo mëngjes në dietën tuaj mund të përdoret gjithashtu si një mënyrë natyrale për të qetësuar dhimbjet e fytit dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet e tij. Shtimi i mjaltit në dietën tuaj ditore mund të jetë gjithashtu një efekt shumë i mirë për të lehtësuar këto komplikacione. Por mjalti duhet të konsumohet me moderim dhe brenda rekomandimeve tuaja për të marrë edhe lëndët ushqyese çaji i bardhë. Një lugë me mjalt çdo ditë do të ofrojë 64 kalori, 17 gram me sheqer duke përfshirë këtu fruktozën dhe glukozën, gjithashtu edhe saharozën. Ai nuk përmban fiber yndyrna ose proteina. Mjalti përmban gjithashtu edhe një sasi të vogël të vitaminave, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin tuaj në tërësi. Shtimi i mjaltit në dietën tuaj do të ofrojë gjithashtu edhe nivele shumë të larta të antioksidantëve. Mjalti përmban nivele të larta të antioksidantëve. Ato përfshijnë gjithashtu edhe acidin organik dhe përbërës fenolik të tilla si flavonoidet. Ndaj shtimi i mjaltit në dietën tuaj ditore duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të kujdesshme. Ekspertët tregojnë se shtimi i mjaltit në dietën tuaj ditore është një mundësi e çmuar e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Gjithashtu, përfshirja e mjaltit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje mjaft e mirë fantastike edhe fal antioksidantëve në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Tensioni i gjakut është një faktor risku i lidhur gjithashtu edhe me sëmundjet e zemrës dhe mjalti mund të ndihmojë ta ulni atë, citon Healthline. Ndaj shtimi i tij në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Mjalti ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të elementeve ushqyese duke përmirësuar nivelet e kolesterolit në trupin tuaj. Nivelet e larta të kolesterolit janë një faktor risku për sëmundjet e zemrës. Ky lloj kolesteroli do të luajë një rol aterosklerotik, bllokimin e arterieve dhe yndyrnave që mund të çojnë gjithashtu edhe në dëmtime më të mëdha të shëndetit tuaj të zemrës. Ndaj përfshirja e mjaltit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit për sa kohë e konsumoni me kujdes dhe në rekomandimet tuaja ditore. Vlerat që do të merrni do të jenë gjithashtu shumë të fuqishme në ndihmën e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.